Çështja e deponisë në Kërqov arriti deri në kallëzim penal ndaj drejtorit dhe 4 të punësuarve si shofer kamionesh të ndërmarrjes komunale që menaxhojnë me mbeturinat. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, drejtori Zenel Jonuzi dyshohet se nga viti 2020 e deri më sot ka krijuar deponi të egër në një zonë të banuar të qytetit, duke vepruar në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës. Është ngritur kallëzim penal ndaj Z-je 49 vjeç, drejtori i ndërmarrjes publike komunale për shkak të dyshimeve për kryerjen e 2 veprave penale, punë e papërgjegjshme në detyrë dhe rrezikim mjedisit jetësor dhe natyrës me lëndë të dëmshme. Kallëzim penal është ngritur edhe ndaj BB 49 vjeç, SA 49 vjeç, DJ 56 vjeç dhe FT 62 vjeç, të punësuar si shofer në ndërmarrjen publike komunale për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale, rrezikimi mjedisit dhe natyrës me mbeturina. Drejtori i ndërmarrjes Zenel Jonuzi thotë se ajo nuk është deponi, por qendër për ngarkim-shkarkim të mbeturinave, ndërsa për padin nuk ka fjalë, jo vetëm për veten e tij, por pse duhej të përfshiheshin punëtorët. Konkretisht në dorë nuk kam asnjë lloj akt padije. Më vjen çudi u habita sepse punëtorët, nëse ka një shkelje, jam unë ai që duhet. Unë jam drejtori i ndërmarrjes. Mendoj që punëtorët s'kan asnjë lloj përgjegjësie për gjithë atë që çfarë ndodh. Jonuzi këtë e cilësoi si hakmarrje politike. Unë mendoj se është një hakmarrje politike. Nga njeriu i cili dikur ka qenë i përndjekur dhe tani i përndjekuri bëhet përndjekës. Kjo çështje është hapur pasi u mbajtën disa protesta radhazi nga një grup qytetarësh në Kërqov, ankoheshin për mbledhjen e mbeturinave në qytet, të cilat në fakt më pas bartin në Rusino.